do të bëj dhe një pyetje që solla që vëmendje që ja kam bërë dhe zonjës Sartadat dhe Mimi Kodhelit, dhe ftuar që kam pas këtu. Ku ndryshon? Prit një sekond, to janë zonja, këto janë legjenda. Legjenda. Ke partia ime, zonja Dade është Legjend. Është këtu lart. Ke drejt. Zonja Kodheli gjithashtu, po zonja Dade është këtu lart. Tani, kemi bërë luftra ne me zonjën Dade. Po. Nuk kemi bërë betejë, luftra. Mi ka kallëzuar gjithë. Luftra. Tash problemi është që ky shkojnë në këtë kongresin e Partive Popullore në Spanjë. E pat gjuhën që përdori, jo por Edi Rama, për shtetin e vet. Por ka ndodhur një gjë që jo kundërshtonin me këta. Antishqiptarizmi nuk ka brirë. Po. Ka njerëz. Antishqiptarizmi nuk ka brirë. Ka njerëz. Tash ti. Ka njerëz. Kur ka ndodhur Gërdeci, ju keni marrë një qëndrim pro Shqipërisë dhe pro sa qeverie që të sfumohet që të hyjë Shqipëria në Edi Rama. Unë jo. Po, Edi Rama. Unë jo. Unë kam qenë unë atkohë kam udhëhequr një fushat. Ka bërë shumë mirë. Këtë rast ka bërë shumë mirë mendoj Edi Rama. Se pengonte. Dakor, po nuk përputhej me tipin tim kjo gjë. Edhe as me mua, edhe unë jam dakord, edhe unë po të isha kam një qendrim, por ka një gjë brate. Në atë periudhë unë kam fjalën që ai ka dhënë interesat e Shqipërisë. Ja ta them, se di njëri. Po. Unë dhe Edi Rama në atë periudhë jemi zënë pafund. Natyrisht ai kishte informacion më shumë se sa unë. Ishte në kontakt përtej njerëzve brenda vendit, ishte në kontakt edhe me agjenci të tjera, listë batuse të vendeve të tjera që u shqetësuan pafund nga ngjarja e Gërdesit në Shqipëri, për më tepër që ne ishim fare pak afër me antarësimin, me mbledhjen antarësuese të Shqipërisë në NATO.